Qëna bidon këtu. Pjesa e çmimit. Këtu për ditë edhe nën kosto për vetë mandi. Tani faktor duhet janë të gjithë shteti i pari, që asin lloj as subvencionim as gjë e din vetë të gjitha ato. E pastaj në vazhdim, ç'të them më tepër ja të flasin edhe. Një analizë bëhet 2.000 lekë. Nga deputet e PS-s. Një analizë bëhet 2.000 lekë. Në mënyrë privat. Kurse ne kemi marrë për hektar, kemi marrë 105.000 lekë. Subvencione. Kolegu joti PS-s. Me emra ju analizë. Mirë, Me emra. Jeni firmat në Vaj, thënë Simone, ti e bishe ra. Vaso, shoku Vaso. Ore shoku Vaso ja thënë ra, pa të enfermer në ra. E biloni flini me të rashkan. Në ra e Se le bidon këtu duhet për reklama. Zoti e ka pa e thash, e ra o thash. Zotrinj, mos floni me fermerët. Se le bidon këtu të bëj reklam këtu. Ju kanë bidon gjithë Po thash në ra ishin gjithë fermerët. Se li fermerët tu që i shesin në dorë fshehurat atë. Tani Edhe me 300 lekë. Ne shumë kam bërë 1 ton pesë. Po jam 1 ton pesë. Po jam si puna tregti. Tu nuk po luajn, tu po luajn përmet si marrin të pikat e grumbullimit, po marrin këto po ulin çmimin. Pikat e grumbullimit po ulin çmimin. Të gjitha pikat to po ulin çmimin. Edhe po na ulin në çak neve. Tu nuk as pese s'ka rol këtu. Tu ka pikat e grumbullimit. Bujqit duhet të sigurojnë mallin dhe vinë na ofrojnë vetë Ministria e Bujqësisë për të siguruar në kompani private. A ka shtet në botë dua të di, ndoshta edhe kam unë gabim. A ka shtet në botë që bujku të sigurohet në kompani private? Të më thot një shtet në botë dhe i pari do vetë unë të jap në kompani private sa lekë. Shikoj më Një shtet, dhe mos të vinë të tallen me atë. Kështu që ju në programin tuaj që së shpejti shpresoj që të vini në pushtet, në programin tuaj duhet të siguroj malli e bujku. Të paktën në 90%. Siç është. Në hektar në Greqi merre 7.000 euro para 3 vjetëve me brëshin, kurse këtu ne nuk na dha as 100 lekë të vetë me kishtet. Në 25 vjetë jemi këtu. Të me natyrore janë të pa para. Të me natyrore do i kemi gjithmonë, me perdi nuk e dhëm dot. Po të paktën qeveria duhet të bëjë diçka. Ne nuk e dimë, nuk arrim të kuptojmë. Mase nuk u intereson që të ekzistojë kjo bujqësi këtu. Nuk më shtetë të një vendas, duan që të selën tëra nga jashtë. Me kultura e jugut për mandarina portokalle, që quhen agrume që për një herë tjetër, agrumet i mandarina portokalle, grepfrut dhe limona. Kjo është perla e Shqipërisë, nuk mbështetet. Ka herë 5 jo përbytet. Tani ujku mjerku do, të vi qeveria të nërhy, pastaj vjen vetë rresht ata që të paktën të kemi minimumi 420 lekë, 450 lekë që të kemi mundësi që t'i mbajmë prapë përsëri ato pemë, vetëm kaq kemi mund. Duam, nuk kërkojmë asnjë nga shteti për asnjë as subvencionime, asnjë lloj gjëje. Thjesht nëse të ketë një rregullator që nëse mbahet 450 lekë çmimi i manderinës, atëherë po se ndryshe nuk ja vlen dhe këtu do Sa 420 lekë. 400 për shumë vite do ta kenë zot të pabanuar fare se nëse lën këto pemët se pjesa 80% e popullsisë jetojnë vetëm me nga këto të ardhura. Shteti që të ruaj. Nuk është se kemi ndonjë. Thjesht do të ruaj çmimin që të paktën të kemi minimumi 420 lekë, 450 lekë që të kemi mundësi që t'i mbajmë prapë përsëri ato pemë, vetëm kaq kemi mundësi. Nuk kërkojmë asnjë nga shteti për asnjë as subvencionime, asnjë lloj gjëje. Thjesht nëse jemi pasën vit në gjithë trafika, ka vështirë të kemi të mbledhin të filojnë rolin për mëndimin. Edhe flas. Po shkoj të trafika këtë jam me pesera. Unë jam me pesera, jam po. Po, ka tash nisi. Në këtë takoj ke për sot nuk do të jemi mirë që dy deputet
Opozitës, do që mirë. Tani çmirë, ai erdhi këtu ish pëse të zona, erdhi pëse. Që para që ju keni një protestë dhe asnjë media nuk është këtu, asnjë portal nuk është këtu që zëri juaj të ngrihet dhe të dëgjohet. Unë erdha të bashkohem protestës tuaj jo vetëm për të qëndruar në krah, po të ke mundësi që dhe zërin tuaj ta bëjnë më shumë mediatik edhe më shumë publik për të kërkuar të drejtën tuaj. Ju jeni në një situatë shumë të vështirë, të goditur nga fatkeqësia natyrore, e cila po ashtu shkaktoi dëme shumë të mëdha që në çdo shtet tjetër do duhet të dëmshpërbleheni dhe të ndihmoni nga shteti shqiptar dhe përballë presionit që u vin për çmimin e mandarinave. Ju përballet edhe me një fushat të tmerrshme të dezinformimit që thoshin që mandarinat tuaja janë me pesticide, që mandarinat tuaja janë të pashëndetshme dhe kjo vetëm për të shërbyer që të ulnin çmimin që mandarina juaj të blihej për 2 lekë. Dhe ju mos të nxirrni dot ato fitime për cilat punoni gjithë vitin. Dhe kjo është e domosdoshme që të përhapet sa më shumë në media, sa më shumë publikisht që mandarinat e Konispolit janë mandarina të shëndetshme, janë mandarina me cilësi, janë mandarina që vinë nga puna dhe djersa juaj e ballit, pa asnjë hile dhe mund të konsumohen të sigurta, si për tregun vendas, ashtu edhe për tregun e huaj. Unë i qëndroj në krah, nuk kam ardhur për të bërë politik, nuk ka zgjedhje, nuk kam ardhur për të kërkuar vot, kam ardhur se jam deputetja juaj përfaqësuese, kam ardhur sepse do bëj propozimet e tua tani në amendamentet e buxhetit shtetit në kuvend dhe për të ngritur zërin për gjithë problemet tuaja. Unë sot pata mundësi që të zgjoja nga ju, bët shumë mirë që e bët protestën, sepse protesta është e domosdoshme për të cilë përmendje, dhe çfarë do lloj gjëje që do të keni nevojë nga ana ime, qoftë zyrtare, qoftë politike, qoftë mediatike, mua më keni në krah. Unë këtë mund t'ju them dhe mund t'ju garantoj se kaq kam mundësi si deputete e opozitës.